La, salatu wassalamu ala rasulillah. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam një hadith ka thënë: Inna Allaha yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u al-layli hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Allahu i lartësuar e shtrin dorën e tij natën që të pendohet ai që ka bërë keq, ai që ka bërë mëkat gjatë ditës, dhe e shtrin dorën e tij ditën që të pendohet lloj kthesë ai që ka bërë mëkat gjatë natës, dhe vazhdon kështu derisa të lind dielli nga perëndimi i tij. Hadithin e transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Allahu i lartësuar është pendim pranues. Ai e do toben, do që robi të bëj tobe. Ai gëzohet kur robi bën tobe. Prandaj na ka nxitur që të bëjmë tobe, që të bëjmë kthesë. E pëlqen Allahu i lartësuar që robi të bëj kthesë. Allahu i lartësuar ja pranon toben robit, qoftë nëse robi pendohet më vonë, jo menjëherë mas veprimit të gjunahut. Në të vërtetë e kemi detyrë që me bë tobe, dhe nëse robi bën një gjunah, me të bë gjunahun e ka detyrë që të bëj tobe. E para njërë nuk i lejohet bëj mëkatin, se është kundërshtim ndaj Zotit subhanahu wa taala. Po nëse ran mëkat, duhet menjëherë pa vonesë bëj tobe. E ka detyrë që të bëj tobe pa vonesë. Po nëse robi pendohet më vonë, e shtyn çështën e tobes, mirë po pendohet më vonë, ja pranon Allahu tobe subhanahu wa taala. Se ai është mëshirëmadh, i gjithëmëshirshëm, mëshirues, pendimpranues, ja pranon toben. Siç ka thënë: "Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi." Allahu i lartësuar është ai i cili ja pranon toben robëve të tij. Nëse robi bën mëkat gjatë ditës, Allahu subhanahu wa taala, dhe pendohet natën, ja pranon Allahu i lartësuar. Nëse bën mëkat gjatë natës dhe pendohet gjatë ditës, Allahu i lartësuar përsëri ja pranon toben. Allahu i lartësuar e shtrin dorën e vet. Allahu ka dy duar, dhe kjo është cilësi reale, ose si janë duart e Allahut atë ne nuk e dim. Koha e pranimit të tobes sa i përket jetës së kësaj bote, pra periudhës së dynjos, është derisa të lind dielli nga perëndimi i tij. Deri atëherë Allahu i lartësuar pranon toben atyre që pendohen. Kur të lind dielli nga perëndimi i tij, atëherë nuk pranohet më tobja, siç e ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Lindja e diellit nga perëndimi i tij është një nga shenjat e mëdha të Kiametit, siç kuptohet dhe nga një ajet i Kuranit: kur të lind dielli nga perëndimi i tij, atëherë kafirit nuk i pranohet më tobja, si pranohet më pranimi i Islamit. Dhe mëkatarit nuk i pranohet më tobja nga një mëkat që ka pas bën para lindjes së diellit nga perëndimi i tij. Po edhe nëse njeriu se ka pas bën një vepër të mirë para se lind dielli nga perëndimi i tij, kjo vepër nuk do t'i pranohet më pas lindjes së diellit nga perëndimi i tij. Nësa veprat mira që njeriu ka pas bën më përpara, dhe vazhdon t'i bëjë pas lindjes së diellit nga perëndimi i tij, do vazhdojë t'i pranohen. Kështu kuptohet nga ajeti i Kuranit, ajet i surës Al-An'am. Atëherë lindja e diellit nga perëndimi i tij është një nga shenjat e mëdha të Kiametit. Në një hadith tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se Allahu subhanahu wa taala ka krijuar një portë në perëndim të tokës, e cila ka një gjerësi të madhe aq sa ecja 40 vite ose 70 vite, ose aq sa ecja e një kalorësi 40 ose 70 vite, sillet hadithi me dy variante. Dhe kjo portë është e hapur që njerëzit bëjnë tobe. Do të vazhdojë të jetë e hapur derisa të lind dielli nga kjo portë, derisa në këtë portë të lind dielli nga perëndimi i tij. Atëherë do mbyllet kjo portë dhe njerëzve nuk do të pranohet më tobja. Edhe kjo tregon mëshirën e madhe të Allahut të lartësuar, edhe ky hadith është inkurajim i madh që njerëzit bëjnë tobe. Dhe sa i përket jetës së njeriu i pranohet tobja për sa kohë që shpirti nuk i ka arritur në gryk. Kur t'i arrijë shpirti në gryk, atëherë nuk i pranohet më tobja. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: Inna Allaha yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yugharghir.
Allahu ja pranon tauben robit për sa kohë që shpirti nuk ka arritur në gryk. Pra nëse njeriu është në agonitë e vdekjes, kur fillon të dalë shpirti nga trupi i tij, kur sheh melekun e vdekjes, atëherë nuk i pranohet më toubja. Ndërsa para këtij momenti, nëse bën toubë, atij i pranohet toubja. Prandaj duhet shpejtoj njeriu të bëjë toubë, që të mos e zëjë vdekja pa bë toubë. Lusë Allahu subhanahu wa ta'ala të na i falë mëkatet. Allahu shpëlet mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.